Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka ngritur akt akuzë kundër ish drejtorit të FBI-s James Comey në lidhje me dëshminë e tij para Kongresit Amerikan. Comey, i cili për një kohë të gjatë ka qenë në shënjestër të kritikave të presidentit amerikan Donald Trump, akuzohet se ka gënjur para Kongresit gjatë dëshmisë së tij në shtator të vitit 2020, lidhur me pyetjen nëse kishte autorizuar rrjedhjen e të dhënave të klasifikuara në media. Duke reaguar ndaj akt akuzës, Comey tha se ndihet i pafajshëm dhe se ka besim të madh në sistemin gjyqësor federal. Akt akuza u ngrit disa ditë pasi Trump i bëri thirrje kryeprokurores së vendit, Pamela Bondi, që të hetojë në mënyrë më të ashpër kundërshtarët e tij politik përfshirë Comeyn. Departamenti i Drejtësisë nën Trump po heton gjithashtu kundërshtarë të tjerë përfshirë prokurorin e përgjithshme të New Yorkut Leticia James dhe John Bolton, i cili shërbeu si zyrtar i sigurisë kombëtare gjatë mandatit të parë të Trump. Presidenti amerikan, i cili ka bërë trisni prokurores së përgjithshme Bondi për të ndjekur penalisht Comeyn dhe kritikë të tjerë, u shpreh i gëzuar për këtë lajm. Drejtësi në Amerikë, shkroi ai në rrjetet sociale. Ai ka qenë shumë i dëmshëm për vendin tonë, për një kohë kaq të gjatë, theksoi Trump në mesazhin e tij.